minuta secili. Kush do ta paraqes kërkesën? Zoti Gazmend Bardhi. Faleminderit zoti kryetar, sikundër ju jeni në dieni, besoj dhe kolegët deputet Kuvendit të Shqipërisë, në datë 5 maj 2026, Komisioni i Jashtëm i Parlamentit Evropian në mënyrë pothuajse unanime ka miratuar raportin për vitin 2025 për Shqipërinë, ku sigurisht evidentohen edhe çështje dhe problematika që do duhet të trajtohen nga Kuvendi i Shqipërisë. Do t'ishte një lajm i mirë që Kuvendi i Shqipërisë të luante gjatë gjithë vitit 2025 një rol në përmbushjen e shqetësimeve të ngritura nga Parlamenti Evropian. Për fat keq nuk e ka luajtur këtë rol, për fat keq ka kontribuar që në këtë raport të ketë edhe një olla të zeza për Shqipërinë, që vështirësojnë procesin e integrimit evropian, siç është vota juaj 83 kartonat kundër për të penguar drejtësinë dhe për të mbrojtur korrupsionin e ish-zëvendës kryeministres Belinda Balluku, dhe Parlamenti Evropian ju kujton që imuniteti nuk është për të mbrojtur korrupsionin, por është për të mbrojtur institucionet, e sa kohë nuk ka asnjë arsye për të shqetësuar për funksionimin e institucioneve, nuk do duhet kishte asnjë ndërhyrje politike në këtë çështje. Lajmi i mirë në atë raport, zoti kryetar, është që vlerësohet kontributi apo angazhimi i të gjitha forcave politike në procesin e integrimit evropian. Pra fakti që Shqipëria është nga ato vende ku të gjitha forcat politike të përfaqësuara në Kuvendin e Shqipërisë mbështesin procesin e integrimit evropian. Kësaj do t'ishte ullës që Kuvendi i Shqipërisë të diskutonte sot në këtë seancë plenare në lidhje me këtë raport të Komisionit Jashtëm të Parlamentit Evropian, dhe sigurisht kishim mundësi ta shndronim atë në një plan pune të Kuvendit të Shqipërisë. Meqense jemi tek procesi i integrimit, zoti kryetar, dua t'ju sjell në vëmendje që mazhoranca në këtë kuvend, e cila në mënyrë të vijueshme është duke bërë veprime për përjashtimin e opozitës nga procesi i integrimit, vazhdon me të njëjtën rrugë edhe gjatë këtyre ditëve ku ky raport bën thirrje për bashkëpunim mes palëve në procesin e integrimit. Nesër keni thirrur një mbledhje të Këshillit Kombëtar të Integrimit Evropian. Antarët e atij këshilli janë njohur me agjendën e këshillit dhe unë dua të informoj këta që ngrihen her pas here në foltore dhe kërkojnë bashkëpunim. Përfundoni, ju lutem. Bashkëpunimin e opozitës në procesin e integrimit, ndërkohë që i vetmi forum ku opozita është e përfaqësuar, që është Këshilli Kombëtar i Integrimit, na vjen një agjendë që nis me Tauland Ballën dhe mbyllet me 10 Tauland Balla të grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Dhe në agjendë, edhe pse është një organ që do duhet përfaqësoj mazhorancën dhe opozitën, nuk ka asnjë përfaqësues të opozitës. Ky është bashkëpunimi që kërkoni ju me opozitën për procesin e integrimit evropian. Faleminderit.